Paraditën e së hënës, hetuesit policorë zbarkuan në prokurorinë themelore në Prizren. Aty prangosën prokurorin Bit Shala që ushtronte funksionin në departamentin e përgjithshëm. Në aksionin e prokurorisë speciale, Shala u arrestua në ndyshimin për marrje rishfeti dhe keqpërdorim të autoritetit zyrtar. Kjo e fundit nuk dha detaje shtesë rreth aksionit, veç se pas dite ka treguar që Shala është ndaluar për 48 orë. Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, hetuesit policor nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda në Policinë e Kosovës, në bashkëpunim me kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Prizren, kanë arrestuar B.Sh në ndyshimin se ka kryer veprën penale marrje e rishfetit. I dyshuari B.Sh, prokuror në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, është arrestuar në vendin e punës. Policia bastisi edhe shtëpinë të dyshuarit, ku ka sekuestruar edhe disa prova materiale. TV1 ka tentuar të marrë një qendrim edhe nga kryeprokurori i Prizrenit Petret Kryeziu, por që i njëjti nuk ka pranuar të flasë. Gjatë ditës, Betimi për Drejtësi ka publikuar edhe një audioingjizim ku pretendohet se ka qenë subjekt hetimi prokurori. Aty thuhet se dëgjohet prokurori Shala duke marrë rishfet nga një avokate që dyshohet se është Drenusha Berisha. Takimi është zhvilluar më 25 gusht të vitit 2022 në veturën e Shalës. Në këtë audioingjizim, sipas Betimit për Drejtësi, dëgjohet avokatja Berisha, teksa numëron parat dhe nga shuma prej 700 euro, gjysmën e tyre ia jep prokurorit Shala për të mos paraqitur kërkesë për caktim të masës së paraburgimit pas ndalimit të klientit të saj për 48 orë. Qeja lëshova vendimin atij të lirohet menjëherë. Po se më thirrën familjarët më tha u kry, se e kishin marrë atë djalin e Sabah, se unë kur të thira qatëherë, se kur të shkrujta faktikisht veç sa shkova në punë, tani e kishin marrë, kenë mazdita. Prokuror, unë nuk e dita që qështu, po të kallëzoj realisht, unë ja mora atyre dje, qysh u morën vesh, veç 700 ju a ka marrë, që ku i kam paret, mi kam pru sot. Ksyre, une? Jo, unë që ku i kam 700. Njerëzit bojnë. Mediumi ka tentuar të marrë një përgjigje nga ajo, por që ka qenë e paqasshme.